Argita dhe Jamarbër Maltezi, vajza dhe dhëndri ish kryeministrit Sali Berisha, kanë kërkuar lirimin nga sekuestro të pasurive të tyre të bllokuara për llogari të dosjes Partizani. Kërkesa penale me objekt kthim sendit të sekuestruar do të shërtohet nga trupa gjykuese e dosjes Partizani, Elsa Ulliri, Bip Ndreca dhe Rudina Palloi. Pas arrestimit të Maltezit me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme vendosi në masën e sekuestros gati 25 pasuri, nga të cilat 16 apartamente, disa llogari bankare dhe kuotat e tij në disa shoqëri tregtare. Në muajin mars, gjykata kushtetuese rrëzoi padinë e bashkëshortëve Jamarbër dhe Argita Maltezi, pas shërtimit të ankimimit që në nëntor 2024 i kërkuan kthimin e 25 pasurive të bllokuara për shkak të dosjes Partizani. Gjykata ka vendosur të mos e zbresë në seancë plenare çështjen, duke lënë kështu të ngrira 16 pasuri të paluajtshme, 6 llogari në emër të Maltezit dhe aksionet e shoqërisë Home Plan. Më herët, gjykata e lartë dhe apeli i GKK la të pandryshuar vendimin. Përveç apartamenteve dhe një vile, janë sekuestruar ndër të tjera edhe 3 kompani, konkretisht në Home Plan SHPK, ku Jamarbër Maltezi ka 45% të aksioneve, Magnet Imo SHPK, ku ka 100% të aksioneve, dhe Magnet Gjiment Fit, ku ka 60% të aksioneve.